Vëllezër të respektuar, Zoti i madhruar me urtësinë e tij i dalloi disa vende nga disa vende tjera. I dalloi disa njerëz nga disa të tjerë dhe gjithashtu i dalloi disa ditë nga disa të tjera. Zoti i madhruar me urtësinë e tij i dalloi 10 ditët e para të muajit Dhulhijhe. Pra, dita e parë e këtij muaji është ditën e hanë. E çfarë vlerë u dha Zoti i madhruar këtyre ditëve të para të Dhulhijhes, do të mundohemi të i argumentojmë me ajete, me hadise, me fjalë të dietarëve islam, dhe se si njerëzit e devotshëm u munduan të shfrytëzojnë deri në maksimum këto ditë me punë të mira, që të fitojnë kënaqësinë e Allahut, shpërblime të mëdha, edhe përmes këtyre ditëve dhe adhurimeve në këta ditë të fitojnë edhe xhennetet e larta, nga se në instancë të fundit çdo vepër që e bëjmë që ta fitojmë xhennetin dhe kënaqësinë e Zotit xhalleshanuhu. Zoti i madhruar në Kur'anin famëlar thotë: "Wa wa'adna Musa 30 lejleten wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lejle." Dhe ne i premtuam Musait alayhi salam se mbas 30 ditëve do të kesh kontakt me mua, respektivisht do të bisedosh me mua. E këtyre 30 ditëve ja shtuam edhe 10 tjera, e u bën 40 ditë. Dhe mbas 40 ditëve Zoti i madhruar i foli Musait alayhi salatu wassalam dhe e muar titullin Kelamullah, personi i cili në mënyrë direkte komunikoi me Allahun xhalleshanuhu. E dietarët islam kur e komentojnë pjesën e ditë të këtij ajeti kuranor thuan 10 ditë që Allahu xhalleshanuhu i ashtoi Musait alayhi salam që të presë të bisedoje me Zotin e madhruar, janë 10-shi i parë i muajit Dhulhijhe. Gjithashtu hadisi i Ibn Abbasit radiallahu anhu, i cili transmeton se Muhamedi alayhi salatu wassalam me një hadis të tij thotë: "Ma min ayamin al-amalu salih khairun wa ahabbu ila Allahi min ayami dhil hijjah." Qalu wala al-jihadu fi sabilillah? Qala wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' bidhalika min shay. E që në përkthim do të thotë, nuk ka ditë për ditëve të vitit që janë më të dashura tek Allahu xhalleshanuhu se sa ditët e para të Dhulhijhes. Këto ditë janë më të dashura tek Allahu dhe më të vlefshme. Shokët e pejgamberit alayhi salam, duke e ditur vlerën e xhihadit, luftën në rrugt të Allahut xhalleshanuhu, i thanë: "O i dashur i Allahut, vepra në këto 10 ditë a është më e vlefshme se sa të luftosh në rrugt të Allahut xhalleshanuhu?" I dashur i Allahut sallallahu alaihi wasallam u tha që vepra e këtyre 10 ditëve është më e dashur tek Allahu xhalleshanuhu se sa vetë xhihadi në rrugt të Allahut. Përveç nëse njeriu ka dalë të luftoje me pasurinë e tij dhe kuptohet me trupin e tij, dhe nga lufta nuk është e kthirë, respektivisht ka ra dëshmor, ky njeri ja kalon personit i cili ka adhuruar Allahun xhalleshanuhu në 10-shin e parë të muajit Dhulhijhe. I nderuar i vëllai, ky hadisi i pejgamberit alayhi salam në mënyrë të qartë, koncize dhe të prerë na tregon për sevapet e mëdha që mund t'i fitojmë ne si besimtar
nëse e shtojmë intensitetin e veprave të mira. Nëse veprat e mira në këta ditë janë më të dashura dhe më të vlefshme tek Zoti i madhruar. Ky hadis i pejgamberit alayhi salam na thot neve që ti përvjelin krahët, të i him këtyre 10 ditëve me një plan program të ngjeshur, me qëllim që na falen mëkatet, ta fitojmë razillëkun e Allahu xhelle shanuhu dhe ta fitojmë xhennetin e lartë.